Bashkimi Evropian nuk është marrë me arrestimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës në Ataqi nga ana e autoriteteve serbe. Ky mekanizëm, i cili tashte 5 vjet po ndërmjetëson dialogun Kosovë-Serbi, ka preferuar të mos komentoj këtë rast. Bashkimi Evropian nuk komenton çështjet në proces, ka thënë për Tribuna Channel Maja Kociançi, zëdhënëse e BE-s. Ky deklarim i BE-s vjen pas shumë kërkesave nga ana e institucioneve, që në rastin e Thaqit të ndërhyj Brukseli. Menjëherë pas arrestimit, ministrja për dialog Edita Tahiri ka deklaruar se pritjet e qeverisë së Kosovës janë që me këtë çështje të merret edhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë dhe Komisioni për Punë të Jashtme ka kërkuar që ndërkombëtarët të marrin të gjitha masat e nevojshme për lirimin e kreut të policisë në Mitrovicë. Deputetët që janë pjesë e këtij komisioni parlamentar kanë kërkuar edhe ngritjen e një task force, e cila do të duhej të merrej ekskluzivisht me rastin e Thaqit. Gjatë së martës, avokati i Thaqit, Senat Spahović, ka thënë se klienti i tij nuk është marrë në pyetje dhe se ende nuk e di se për çka akuzohet. Ai ka deklaruar se paraburgimi i Thaqit u bë me rekomandim politik. E ministri i punëve të brendshme Skënder Hyjseni ka paralajmëruar dërgimin e një shkresë zyrtare Beogradit, me të cilën do të kërkohet lirimi menjëhershëm nga paraburgimi i drejtorit. Edhe presidenti Hashim Thaçi gjatë vizitës zyrtare në Shqipëri ka thënë se Kosova nuk është e interesuar që dhunës t'i përgjigjet me arrestime, por ai ka garantuar se lëshimi i flet arresteve për ish pjesëtarët e UÇK-s për krime lufte nga Serbia duhet të zgjidhet përfundimisht. Është të ardhur keq ky reagim, mund të them edhe paranojak i Beogradit në raport me pjesëtarët e UÇK-s me dosjet e kohës së Slobodan Miloševićit. Ne jemi duke punuar me autoritetet përkatëse që kjo çështje të zgjidhet shpejt, drejt, dhe të mbyllet një herë për gjithmonë që gjërat e tilla të mos ndodhin. Drejtori rajonal i policisë së Kosovës në Ataqi u arrestua javën e kaluar në vendkalimin kufitar në Konçol. Një gjykatë në Nish më 30 shtator i caktoi atij masën e paraburgimit prej 30 ditësh.